Për shumë të moshuar në Korçë, dita nuk kalon më vetëm në shtëpi. 4 qendra ditore të moshës së tretë janë kthyer në vende ku ata mblidhen, bisedojnë, luajnë, kujtojnë dhe mbi të gjitha ndihen pjesë e një komuniteti. Qendrat ditore të moshës së tretë në qytetin e Korçës shërbejnë si një pikë takimi për këtë grup mosh për të kaluar kohë cilësore me njëri tjetrin. Veronika, sa ju ka shërbyer kjo qendër për të socializuar me njëri tjetrin dhe për të mos u ndjerë të vetmuar, pse jo? Këtu unë ndjem shumë mirë. Këtu ka aktivitete, kjo qendër. Këta pliti janë shumë të mirë. Jo të mirë, po shumë të mirë. Dhe shumë të dashur. Ne bëjmë një jetë familjare këtu. Relaksohem këtu, qetësohem. Edhe ujë të pimë shion këtu. Si ndjeni që i frekuentoni këtu? Kohën e kalojmë shumë mirë këtu për arsye se ne tash gjejmë shokun kur sa që mos e priqim edhe Terezinë dhe Gjakun, lozim ndonjë domino. Për të lojës, kafes apo një bisede të zakonshme, ajo që gjejnë këtu është shoqëria, kujdesi dhe ndjesia se kanë ende një vend ku të përkasin, sepse në këto qendra ata festojnë dhe ditëlindjet. Ndërkohë ne jemi zhvendosur në një tjetër qendër ditore në qytetin e Korçës, duke qenë se në funksion janë 4 të tilla, për të parë se si të moshuarit janë duke kaluar ditën. Bime rregullisht këto. Tash i kanë bërë dhe për mbashditet, vinë dhe mbashditeve. Ja, duke lojtër dhe me, duke bërë muhabet me shokët, kënaqemi, ditëlindjet i festojnë këtu me shokët. Krahas aktiviteteve çlluese dhe argëtuese, në qendra ofrohen dhe shërbime sociale, psikosociale dhe shëndetësore, duke i dhënë moshës së tretë mbështetjen që i nevojitet në përditshmëri.